Si po shkon tani çështja juaj dhe Ilir Metës ligjërisht? Në çfarë fazë është pa aspekti ligjor i çështjes? Kur ne kontaktuam që pim kafe, ju më treguat disa dokumentat që atë regjia do të filloj t'i bëjmë. Po, para se t'i nxjerrë regjia, do t'ju them unë kur t'i nxjerrni. Thotë Monika, kur do të nxjerren, do t'jenë në? Se t'i nxjerrë dhe unë këtu që t'i... Edhe mua që flasë edhe Monikën, dhe mua dhe Monikën, dhe mua dhe Monikën. Po jo se do njërë edhe nga trojna, pak. Sigurisht që dosja ka një volum të jashtëzakonshëm me flet, e cila ka dokumenta materiale pa fund të panevojshme, thjesht ideja për të krijuar volumin dhe për të krijuar një lloj presioni psikologjik, po themi edhe tek ne, por edhe tek advokatët për të parë gjërat në detaje. Sigurisht që ka një numër të jashtëzakonshëm dëshmitarësh, të cilët në të gjitha dëshmit që unë të paktën i kam lexuar që ka marrë dokumentat që në fillim të gushtit, asnjë dëshmitar nuk është kundër apo të tregoj frikën apo të tregoj, po themi, dyshime në marrëdhëniet tona. Ajo që më bën përshtypje është që gjithë çështja çesdia për zotin Meta është ngritur në bazë të intervistave televizive, më the të thash, dhe përdor një intervistë ish drejtorit të Çezit, që ka qenë në Shqipëri, Josek, po përdor njërën intervistë zoti Rakipi, sepse ky personazhi, ish drejtori i Çezit në Shqipëri, ka bërë 2 deklarata në gjykatën e arbitrazhit. Pra, një thot për Sali Berishën dhe për Ilir Metën, dhe një thot nuk e kam për Ilir Metën. Pra, hajde ta djem tani se për këtë deklaratë dhe ka spaku, dhe ky zotria për këtë ka. Ndërkohë që ne kemi dokumenta të cilat besoj se avokati zotit Meta do t'i përdori, ku ka dëshmi të zotit Josek, po themi. Ndërkohë që personi për cilët akuzohet zoti Meta, Kasirot Ismaili, në të dyja dëshmit e tij që ka pasur, një që i kanë dhënë Eltin Dumani nëntor në burgun e Fierit, as ujë për të pirë nuk i kanë dhënë, me ç'm kanë thënë. Nuk ka thënë, s'kam bërë asnjë deal, asnjë marrëveshje dhe s'm ka bërë asnjë ndihmë Ilir Meta. Dhe vërtet që Ilir Meta nuk i ka bërë asnjë ndihmë, se po ti kishte bërë ndihmë Ilir Meta Kasirot Ismailit, nuk do ishte dënuar 11 vjet në burg. Po ta marrim në rastin konkret, dhe nuk do dilte i pafajshëm, siç ka dalë nga gjykata e Strasburgut, që Kasirot Ismailit i janë sekuestruar pasuritë në mënyrë të padrejtë dhe të paligjshme nga shteti shqiptar. Pra, e gjithë sekuestrimi i pasurisë Kasirot Ismailit nuk ka qenë gjë tjetër, ka qenë një presion psikologjik që Kasirot Ismailit të heqë i dorë, po themi, nga marrëveshja që ka pas me Çesdia. Nuk po merrem t'i bëj analizën që sa kanë qenë humbjet e shtetit shqiptar dhe sa kanë qenë humbjet e Çesdias, sepse atë le ta bëj zoti Meta vetë në gjyq. Ndërsa për të vim këtë çështja ime, që të gjitha rastet e tjera, qoftë për lobimin, apo qoftë për rastin e Vodafonit, apo për të ligjin e minierave të famshme, që janë, për të cilët akuzohet zoti Meta, po që personi kryesor i të gjithë këtyre jam unë, duke pas parasysh unë kam qenë antare Komisionit Veprimtarive Prodhuese, dhe ky komision si deputete atributet e saj kishte në këtë drejtim. Tani, 2 gjëra shumë të thjeshta kam unë për prokurorin, që unë e kuptoj shumë mirë që prokuroria e posaçme, vetëm prokuroria e posaçme nuk është, në fakt është prokuroria e posaçme për të dëmtuar dhe për të linçuar opozitën dhe armiqt e Edi Ramës deri diku. Ndaluar, arrestuar dhe shumë njerëz tjerë të Edi Ramës. Për shembull, kush? Erion Veliaj. Po, Erion Veliaj do i zënte vendin, do bëheshte kryeminist. Marrë pandehur sfundi Belinda Balluku. Prit. Belinda Balluku është marrë pandehur, por prapë në këtë rast Belinda Balluku është thjesht për të neutralizuar, po themi, rënien në fund të spakut për sa i përket pikëve. Vetëm në emrimin e Altin Dumanit, sipas World Justice, ne kemi 49 vende që ka rënë lufta e kriminalitetit. Dhe mos kujtoni që në rastin më konkret, rritja e krimeve penale, pra kriminalitetit dhe veprave penale në Shqipëri, sipas World Justice, Shqipëria është katërfishuar. Pra që do të thotë? Do të thotë që kjo prokuroria e posaçme s'ka bërë asgjë tjetër, është marrë me një plak që quhet Fatime Kryemadhi dhe i thotë ku i ke gjetë lekët ti që ke bler shtëpi, edhe pse Fatime Kryemadhi ka punu gjithë jetën me burrin e vet, edhe me pronat e veta, ndërkohë që këtu në mes ditës për diell, në orën 1 të drekës, vritet
me Kalashnikov, parakim policia aty, që aty ne dim shumë mirë, se në aty na shmëndin policët rreth rrotullimi Rinasit, dhe largohet makina në drejtim të paditur, duke u kaluar 5 postobloqeve. Dhe që do të thotë? Pra do të thotë që zoti Rakipi, Spaku, nuk është më gjë tjetër në këndvështrimin tim, është një institucion i cili është totalisht i kapur nga krimi organizuar. Tani kush është krimi organizuar? Një na bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na nxorën qartas. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na thanë se si janë pastruar këtu miliardat e pesosove ose milionat e dollarëve që kanë ardhur nëpërmjet investitorëve strategjik. Më pas jeni të bindur që edhe offshore-ët e inceneratorit, ne dim shumë mirë, dhe një nga arsyet të çështjes kundër nesh ka qenë çështja e inceneratorit, denoncimi që bëmë ne për inceneratorin, për të linçuar dhe për të bërë të po themi të pabesueshëm. Mendohet dhe përfitej vazhdimisht që ju ka dorëzuar Arben Ahmetaj dokumentat? Jo, nuk ma ka dorëzuar Arben Ahmetaj dosjen, absolutisht. Dosjen mua ma ka dorëzuar, ma ka sjell në zyrë, me post dhe ka ardhur nga jashtë. Ka ardhur nga jashtë? Po. Nga jashtë nga? Ka ardhur nga jashtë, nga ata që kanë edhe ata disa dosje të Edi Ramës dhe ndonjë tjetrit që duan ta përdorin në momentet të caktuara. Ju zoti Rakipi dini shumë mirë se ne kemi punuar bashkë edhe për raste të tilla, kur kemi pas siç ka qenë rasti i Unazës Re, apo jo, që se mbani mend. Pra, çdo dokument që mua më vjen, ashtu sikurse edhe rasti që dalim tani ke provat e reja, që me vrap Spaku shpërndau lajmi sikur kishin ardhur provat e reja, nuk janë provat e reja, por është një zbardhje e akuzës së lobimit që Spaku pretendon që kushuriri Monika Kryemadit, Unify, kompania Unify New York, ka paguar në favor të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Tani, unë dua të them personi që ju a ka lexuar, sepse jam e bindur që prokurori çështjes nuk e ka kuptuar dhe nuk e ka lexuar, të dy rastet që vinë prokurorët në çështje, por mendoj që personat të cilët e kanë po themi referuar, ose janë të paaftë, ose pastaj kanë... Se çfarë ka konkretisht? Po. Tani, mund të më nxirrni po themi një faturë të LSI-s që ju a kam thënë? Në regjia me një faturë që e ka paraqitur vetë zonja Kryemadhi, është kjo, kaloj edhe në ekran, po. Mund ta shpjegosh aty, mund të lëvizësh dhe ta shpjegosh? Ja, ty ja tregoj unë. Limoni që zonja Kryemadhi të lëvizë dhe ta shpjegoj aty. Po ta shikoni, kjo është letër porosia që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pretendimet e Spakut që thonin provat e reja, që nuk është provat e reja. Dhe po të shikoni, kjo është llogaria bankare e GSIS-s, dhe të thotë Bank of America, dhe po të shikoni data 28 i 5-is, është 28 maj 2016, tregon pjesa që po të shikojmë këtu lart, se kështu është kur je shkurtër, si jemi gjithë gjatë. Ne zbrisni pak apo? Ja, nuk e zbret dot. Është vija e parë Leila që është numri i transaksionit. Pra, në çdo bank, kush merret me pagesa në bank, ka numër transaksionit. Çdo pagesë që bëhet në bank ka një numër transaksionit. Ndërsa këtu, që është kjo PMT, do të thotë payment detail. Pra do të thotë detajet e pagesës. Dhe tregon numrin e invoice-it, pra numrin e faturës që është 1702. Data 18/5/2016 dhe shuma në para. Këtu tani kemi faturën që thot risip mandatin që ajo i ka sjell Spakut. Po. Pra GSIS-ja, mbas asaj që ka sjell banka, pra letër porosia në tetor, kjo ka ardhur në korrik të 2024-s. Është datë tjetër? Po, jo, kjo ka ardhur në Spak në 2024-ën. Dhe çfarë thot në këtë faturë? Thot data kur është pra mandatin, pra basi ka marr pagesën që është bërë në 28 maj, në 13 korrik, po ta shikosh datën lart, GSIS-ja ka bërë një mandat pagese, të thot po, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim ka paguar shumën $33.761, me numër fature 1702A, datë 18/5/2016. Pra, këto të dhënat e kësaj janë aty. Janë këtu. Dhe numri lartë që është 166, janë, po të marim dhe më thënë 122-24. Qartë, janë dhe njëjta. Ja, po ku i keni 21-72-24. Jemi të qartë. Pra që i vendos numrin e referencës. Tani, në numrin e llogarisë bankare të GSIS-s kanë dalë vetëm 3 pagesat të LSI-s. Aq sa çka deklaruar Lëvizja Socialiste për Integrim edhe në KQZ. Dhe normalisht, mbas asaj date, ne nuk kemi pas më nevojë për të pasur punë me GSIS-n, sepse u votua jemi okej deri këtu, po. Pra, u votua reforma në drejtësi dhe ne e kishim të panevojshme. Dhe unë ja i kam sjell këtu ke ju, zoti Rakipi,
3 mandatet ku janë Jemi okej. të këtyre. Tani vim, ndërkohë, GSIS-ja është një kompani të cilën, sigurisht, unë e kam quar në LSI, unë e kam prezentuar me LSI, ka sjell edhe një pagesë, ka sjell dhe nëpërmjet Unified. Unified është... Pagesë tjetër kjo? Pritani, Unified është kompania që më ka prezentuar mua, pra është kushuriri im pronari kësaj, CEO, i cili vazhdon punon sot dhe me GSIS-ën, është kompanitë. Dhe çfarë thot? Në llogarinë bankare të GSIS-s është gjetur në datë 11 i janar të 2017-s, është derdhur kjo pagesë me këtë numër fature, pra shikojeni, pra që është 70031-503, një numër tjetër. H200. Pra që është fatura. Ose është fatura amerikane. Pra për faturat ndërkombëtare është invoice. Për kompanitë amerikane është dhe ka një pagesë $30,000. Tani që kanë bërë? Dhe është bërë në 11/1. Ta që kanë bërë këta zotrin? Këta kanë gjetur tani $30,000 dhe po të shikosh numri i referencës së transaksionit, mbasi është bërë pagesa këtu, është marrë nga kompania GSIS dhe i është vendosur kësaj fature. Mund të jetë bërë gabim njerëzor. Ose është një lapsus. Mund të jetë lapsus, por mund të jetë edhe kërkesë nga dikush. Për ta bërë kështu. Për ta bërë kështu, sepse kjo faturë... Po ti e ke ballafaquar këtë në SPAK? Kjo faturë është bërë në 18 i pari të 2017-ës dhe kjo është e printuar. Nuk vjen nga statement i bankar, nga sistemi të cilën ti ndërhyn. Të unë faturë e marrë e fusë në print... Pa ju thoni që kjo faturë është e manipuluar. Pri qërë thot? Dhe thot, kjo thot tani, kjo referenca këtu, të ka paguar Unify, thot, për LSI-n, thot, se shisi e ka faturën. Dakor, të pas ka paguaraj. Po pse këtu ka faturë 19/29 dhe datën 21/10/2016, ndërsa këtu ke një faturë tjetër, pra kjo është një falsifikim, ose keqdashje, ose ignorancë. Në të tëra rastet, të 13 pagesat që ka Unify, që unë i kam këtu, asnjë faturë e Unified nuk përputhet me numrin e faturës së lëshuar për LSI-n dhe datën e pagesës që është bërë. Që do të thotë? Për mua, në këtë rast... Pra ju mendoni që kjo është një falsifikim? Patjetër. Jo është falsifikim. Dhe jo një gabim? Jo një gabim. Është si rastin i letër porosis që SPAK-u i kishte çuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku i thonte që telefoni Monika Kryemadhit... Ti e ke ballafaquar këtë më SPAK? Ne do ta ballafaqojmë në gjykat në seancë paraprake, sepse kjo është prova e re që solli. Do me thënë, kjo s'është lapsus, thua ti? Kjo nuk është lapsus. Kjo është mënyrë për të mbajtur Ilir Metën brenda në burg. Kjo nuk është lapsus. Po më duket pak e trash, më. Jo, po ka gjë më të trash, kjo ku ke pati në gjë të holla aty në SPAK. Gjë më të trash se kjo nuk ka. Tani, zoti Rakipi, e gjitha kjo është ndërtuar në mënyrë të tillë për të krijuar një perceptim lobimi. Edhe në rastin se e pas ka paguar Adrian Shatku lobimin e LSI-s. E zëm. E para një herë, janë paguar me para nga shteti Amerikan. E zëm se që kanë paguar, po themi. Nuk kanë ardhur asnjë para nga shteti shqiptar, nuk ka përfituar asnjë nga shteti shqiptar. Si kështë problem që ju do ta zgjidhni aty? Që do zgjidhet, më nuk kuptoj. Por ka dhe një gjë tjetër. Edhe sikur, kjo është çështje administrative, zoti Rakipi. Nuk është çështje korrupsioni. Separat është e njëjta gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Britania e Madhe, i thot SPAK-ut, ore shumë që na keni sjell të telefonin... Si Ilir Meta? Ilir Meta hyn këtu, ka firmos? Ilir Meta vetëm këtu nuk hyn. Këtu hyn vetëm syt që të pëlcasin atyre të SPAK-ut, që po të ishim prokuror kaq të mirë antimafjas, a e pa dhe dje stadium, zotin Dumani? Nëse, jo, ta kishe parë dje stadium, me thënë të drejtë, më erdhi shumë keq, sepse një prokuror i antimafjas që lufton krimin organizuar si grupet e Sinaloas apo trafiku në drogës që vjen nga Venezuela, nga Kolumbia nëpërmjet portit Durrësit, nuk mund të shkoj me grun aty në stadium pa asnjë gjë edhe kështu, se ne tani po i shohim se njohim edhe ne ca prokuror të antimafjas. Njohim edhe ne ca prokuror të krimit të organizuar. Po ka ko prokurori antimafjas që shohin ndeshje, më zoti Rakipi? Këtu nuk të vrasin për gjëra të rëndësishme. Jo, këtu për gjëra, këtu të vrasin për trafikun e drogës. Për një vijë ujë. Jo, këtu të vrasin për trafikun e drogës, këtu të vrasin për, domethënë, tu e gjitha... Deshe me Anglin tani, gjithë vjen, nejse... Po, mi dakord, nejse ndoshta e ka edhe nga emocione që do ikim me studime, se shumë kanë thënë që do ikim me studime në Angli, dhe me sa duket që do të përgatitet. Atere, ikim nga këj moment, do me thënë, më shkruajnë direkt, më shkruajnë.
Se dhe Dumani njeri thonë, mund të vetë të shikoj dhe aji ndeshje të një. Po mërë pa tjetër le ta shikoj ndeshjen, s'kemi asnjë gjë. Pa tjetër, po problemi është që kur ke disa gjëra më të rëndësishme, për shembull rasti Sinalos, apo rasti Portindursit, apo rasti i vrasjes në Rinas, nuk kam pa në... Dumani, për shembull, mos vinte të ndeshje, po të ishte Djella, që punon në gjithmonë. Po, që t'ishte Djella, që të mësonte tifozët si të frisnin.